Asambli Trojet ndez Winterhurin në 18 vjetorin e pavarësisë Kosovës. Në Winterthur në Zvicër, qindra bashkëdhetar nga diaspora shqiptare aty u mblodhen për të kremtuar 18 vjetorin e pavarësisë së Kosovës në një manifestim madhështor organizuar nga Asambli Trojet. Salla ishte dekoruar me flamuj kombëtar dhe të Kosovës, ndërsa atmosfera festive u plotësua me muzikë tradicionale mikpritëse shqiptare, hyrja falas dhe pjesëmarrja e madhe familjare i dhanë aktivitetit karakter komunitar dhe atetar. Pranishmit u pritën nga presidenti i ansamblit Zeq Gashi, ndërsa programi u drejtua nga moderatorja sherife Jupi Zeqi. Hapja nisi me skenën simbolike artistike që u pasua me interpretimin e himnit kombëtar dhe himnit Kosovës. Në këtë manifestim morën pjesë dhe personalitetet jetës diplomatike, kulturore, ndërta ambasadori i Maqedonisë së Veriut në Bern, Recep Demiri, përfaqësuesja e konsullatës Kosovës në Zyri, Ardita Mustafa, për të vlerësuar rolin e ansamblit në ruajtjen e identitetit kombëtar të gjuhës shqipe në diasporë. Programi artistik përfshiu vadhe dhe kënga gjitha trevat shqiptare. Në fund të mbrëmjes, doktor Sali Sefa u shpall antar nderi i ansamblit për kontributin e tij në vite në diasporë.